7 maj, ju përshëndes, ngriuni për vendin tuaj. Nesër është protesta radhës. Dhe e keqja në Shqipëri është rama. Ka filluar një përplasje dhe brenda vetë Partisë Socialiste dhe duket që lobia kontrollon kërka një pjesë të madhe të parlamentit. Dje kam pasur me qindra mesazhe urimi që ma kanë zbukuruar datëlindjen. Natyrisht për çdo shqiptar nuk ndihet mirë kur datëlindje nuk e feston në vetë, por aja moku madh që ndodhi në Shqipëri, trysnia e forcave të tërta politike detyruan që shumë njerëz të largohen. Gjithkush ka drejtën ndërtoj jetën e tij kudo, por nuk ka asgjë më të çmuar se vendi yt. Megjithatë, Amerika është si atë dytë që të jetë të dritë të gjitha mundësitë, të studiosh, të arrish ëndrat e tua. Modestisht them se jam i plotësuar, kam kanalin tim televiziv për shqiptarë amerikanë, por që shikohet kudo, edhe në Europë, por dhe përmes tipës në Shqipëri. Dhe mbi të gjitha jam si shumica e prindërve shqiptarë që janë krenar për fëmijët e tyre. Nuk ka pasurit më të madhe për mua se sa 2 fëmijë që punojnë në 2 kompanitë më të mëdha law firm ligjore në Manhattan. Edhe nuk jam vetëm unë. Por duhet të dini që pjesa më e madhe e shqiptarëve ëndrrën e kanë të kthejnë në vend e tyre. Natyrisht, në një Shqipëri me ekonomi të ndershme, të mos drejtuar nga hijet e partisë me një autokrat anti-shqiptar si Shtram. Në fotot e fundit të tij, ai ka filluar të kopjojë liderin e Koreas së Veriut. Lideri korean mban vajzën trashëgimtare dhe Rama mban të birin, veshur dhe ai si lideri global. Është e vështirë që e vërteta të pasqyrohet realisht në ekrane, si këtu në Amerikë, natyrisht dhe në Shqipëri. Dje Axios, një portal që merret në internet në lajme pa burime të sakta, thotë që është gati një marrëveshje, një faqe midis Trump dhe Iranit. Aty të cilësohet ata kanë kërkuar një moratorium. Nuk e di se çfarë do të thotë, që do të rinë 5 vjet, do të heshtin nga pasurimi i uraniumit, çdo të ngjas me 430 kg uranium që janë gati afër prodhimit të një bombe bërthamore, a do të vëntolle tek Hormuzi sa miliarda dollar, pra ngelet tek fake ose supozime. E njëjta gjë ka marrë me 10 telefonata nga Shqipëria, ku thonë që do të hiqet në ngratën 12 maj. Unë punoj dhe jetoj në një vend serios. Këtu çdo gjë bazohet në fakte dhe lajme zyrtare. Në qoftë se kjo do të ndodh, do të ishte një fitore për opozitën shqiptare, por do të bazuar në fakte. Deri sot nuk kam ndonjë burim që të them po ose jo. Do të pyes në departament dhe në çastin e parë do t'ja përgjigje zyrtarit. Too good to be true, si shteni. I kthejmë dhe njëherë Iranit. Si Trump, edhe iranianët jetojnë duke blerë kohë. Duket se Trump është më i favorizuar. Për 40 ditë nga ana ushtarake, operacioni ishte briljant i suksesshëm. Mbas 40 ditësh luftë, Irani nuk është në gjendje të bëjë më luftë. Është dëmtuar masivisht. Irani, me blokadën e vendosur nga Trump, mund të dështoj ekonomikisht mbas 1 muaj, 2 muaj ose 3 muajsh. Mund të vazhdojnë të bëjnë smuggling, pra të kalojnë në mënyrë klandestine përmes tokës, detit Kaspik, nuk e ndihmon.
Dëmi nga blokada është 430 milion dolar në ditë. Dëmi nga operacionet e ushtarak amerikan, gjysmë trilion dolar. Iranianët kanë një strategji të vazhdojnë pa hafat negociatat për të lodhur amerikanët. Lëshojnë një ide si kur janë gati të pranojnë, amerikanët e hajnë grepin, dhe ata largohen nga dilli. Trump fillon përsëri nga e para. Problemi është se Trump, si negociator, ka dy ignorantë. Kushner dhe Witkoff. Idiot diplomatik. Ky është fakt. Obama ka pasur ekip profesionalistësh dhe arriti një marrëveshje çka për 15 vjet prodhoi mos prodhimin e armës bërthamore, duke u dhënë vetëm 1.7 miliard dollar nga fondet e ngrira të Iranit dhe interesat e përfshira. Por 1 miliard ishin cash. Me palet. Irani kërkon 20 miliard dollar nga llogaritë e ngrira. Trump kërkon që të ketë një marrëveshje që të jetë më e mirë se Barack Obama. Çfarë do marrëveshje që të realizoj Trump, e majta do të quaj marrëveshje idioteske të njeriu me probleme mendore, të një narcishisti, pra nuk ndryshon asgjë nga e majta. Presioni që ka Trump po shkon çmimi i benzinës te kufiri $5 për gallon. Trysni e madhe ekonomike. Garat e mes mandatit dhe ka një kufizim nga Kongresi që mbas 60 ditëve që të hyjë në luftë, duhet kërkojë aprovimin e tij. Duket që të dyja palët janë të lodhura nga lufta, kanë dhe probleme municionesh. Çfarë mund të ngjas? Duke i referuar Bill O'Reillyt, mikut Focus, dhe figurave të tjera konservatore, forca ushtarake, Trump është e tillë që t'i jap goditën përfundimtare Iranit që është shkatruar. Irani nuk do të dojë që të pranoj kur dy gjëra, që të heqë dorë nga pasurimi i uraniumit dhe të dorëzoj pikërisht ato 430 kg me uranium. Sepse ndryshe nuk është më shtet revolucionar siç pretendon të jetë. Presidenti Trump nuk firmon skur pakthimin e materialit bërthamor për të uraniumit pasuruar rreth 60%. Irani do të vazhdojë të ngacmojë me ato barkat e vogla dhe do të sulmojë vendet arabe. Tani Trumpi do të hapë me dhunë Hormuzin. Potenca amerikane shumë e madhe. Një vark e vogël sulmon, do të shkatrojë, siç ndodhi përpara 2 ditësh. Do të shkatrojë atë ishullin Karg, ku është infrastruktura e naftës. Nuk do të ketë mëshirë. Në momentin në çastin që Trump do të hapë me dhunë me forcë Hormuzin, vendet europiane do të dërgojnë nga 2-3 anije në Hormuz, pra rreth 10 vende, për të marrë pjesë në suksesin e hapjes. Nuk ka asgjë të keq. Nëse edhe mbas kësaj, që do ketë një katastrofë të ekonomisë të Iranit, Irani do të synojë që të bombardojë me raketa vendet arabe, sepse ka hedhur 6 herë më shumë raketat të këto vende se të Izraeli, nuk ka pasur efektivitet në Izrael. Atëherë, Trump është i detyruar të sillet si Clinton ndaj Serbisë dhe Obama ndaj Libisë. Të shkatrojë ura, centralet energjetike, punishtet e shkrypëzimit të ujit. Nuk ka rrugë dalje tjetër. Dhe kjo duhet zgjidhet brenda 1, 2 ose 3 muaj, sepse Trump ka, si shpatën e Damokleut, zgjedhjet e mes mandatit, ekonominë me $5 çmimi për naftën, por Wall Street deri tani, stok, aksionet, kanë treguar optimizmin që ekonomia amerikane është e fortë, është e shëndetshme, edhe pse ndodhi kjo.
Në qoftë se dëgjon të majtën radikale, në qoftë se dëgjon Skaramuçin, Trump familjarisht po vjedh me miliarda dollar duke përfituar nga ulet e rënë. Po për këtë do të ketë hetim. Askush nuk mund të kalojë lehtë. Trump, si thot prap Skaramuçi, thot që Partia Republikane ishte shkatruar, unë e ringjalla, unë e solla në këtë madhështi, mbasi ikjes time, u shkatroft përsëri. Art Newsom si president. Por republikanët, konservatorët, e dinë që është në të mirë të Amerikës, është në të mirë të botës, pra dhe të Ballkanit, që shtëpinë e bardhë dhe senatin ta kenë republikanë. Shanset janë që DeSantisi do hynë lojë. Trump ka thënë që do ta përfshin kabinet, ose shefi Pentagonit, ose Departamentit Drejtësisë. Duket që as Rubio, as J.D. Vance nuk e kanë peshën që t'jenë pasuesit e zotit. Fakt real. Rubio de facto nuk është sekretari i shtetit. Në fakt është Witkoff. I kam shumë besim zotit Trump. Rubio nuk është në gjendje mbas një vit e gjysmë të Europës. Dhe rreth 90 poste janë të zbrapshta kudo në botë. Përgjegjësia është e Rubios. Natyrisht që Rubio nuk e ka të lehtë me një departament që ka 27.000 vetë, të paktën në Washington Foggy Bottom, të cilët 95% janë të majtë apo radikal të majtë. Nuk është e lehtë të përmbysësh një kulturë korporative të majtë, siç është Departamenti Amerikan e Shtetit. Trump e kontrollon magën. Trump kontrollon se cilët mund të bëhen kongresmen ose senator. Në primaret që ndodhen në Indiana, kandidatët e mbështetur nga Trump fituan. Ata që kishin votuar disa herë të paktën kundra tij, por ata që e sulmojnë janë disa figura në media, të cilët e quan në shtëpinë e bardhë, herën e dytë të themi drejtën, Tucker Carlson, Megyn Kelly, Rogan, të cilët thuajse të gjithë po e sulmojnë në bazë ditore. Antikrist, i thot Tucker Carlson, narcisist, probleme mendore, por në qoftë shikon pollet, tek maga, mbështetja e tyre ka rënë në mënyrë skajore. Ndaj zotit Trump, jo. Trump është jashtë establishmentit politik. Nuk e pranon dhe nuk e kupton establishmenti i korruptuar politik i Washingtonit. Natyrisht si dikush që vjen nga bosta e biznesit, por që në fakt ka falimentuar jashtë biznese, këtë radhë nuk i ka ato kufizimet që pati mandatën e parë, që distancoi nga fitimet e miliarda dollar, nga fëmijët të llastuar, kushnerit mediokër, dhe kjo do të qëndrojë si barë, por ai mund të falë të gjithë pjesëtarët e familjes të japi pardon për para se tij, madje mund të falë dhe vetën e tij, por këtu do ketë probleme me kokët e jurisdiksionit që ka drejt apo nuk ka drejt. Sa është në zyrë si president, ai mund të bëjë çdo gjë. Ka fuqinë kushtetuese, dhe Trump nuk don t'ia di për asgjë. Ne, si vend i vogël në Ballkan, na intereson që ndaj Kosovës të mos jetë si ndaj Mercit Gjermanisë që të largoj trupat, pra ta mbajë rëndësinë e Ballkanit për të mbajtur larg Moskën. Por me Trump, çdo gjë mund të ngjasë. Ja kam thënë që nuk do të hik nga NATO. Do të harroj këtë subjekt. E mbani mend çfarë tha për Groenlandin. Mbani mend që tha shumë shpejt do të bëjnë një marrëveshje, do të marrin bazat që do të jenë jurisdiksion amerikan. Nuk po flet fare për të. Si nuk flet për Kanadan. Pra unë shpresoj që dhe ky subjekt i NATO-s të largohet, por lëvizje trupash ushtarake do të ketë. A ka drejt? Po, është presidenti i Amerikës.
u hoqën 5.000 trupa nga Gjermania dhe po e mbysin Trump, por Clinton e ka hequr me qindra mijëra trupa nga Gjermania. Dikur në Gjermani kanë qenë 250.000 trupa amerikanë përpara vitit 89. Gjermania ishte vendi pushtuar me 300.000 trupa afërsisht. Natyrisht që Europa ka ndërtuar shtetin social mbi shpatën e taksapaguesve amerikanë, duke mos paguar as 5% GDP-s për NATO-n dhe duke qenë indiferent, duke mos mbështetur Amerikën në konfliktin e madh në Iran. Ky konflikt tregoi dobësinë e Europës në liderëve të saj. Trump përfaqëson superfuqinë e vet. Trump është presidenti i Amerikës. Mund të mendojnë çdo gjë, po respekt ndaj zyrës janë detyruar ta kenë. Ju falenderoj. I kam shumë besim sa të them. Rrugë Kudo në Shqipëri. Edhe Erdogan, edhe gjak do derë. Ramiz Alia. Hipokrit e servil. Plak e agjenturës. Spunja më e keqe në politikë. Mehmet Shehu ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikombëtar. Neve s'bëjmë çuditëra, jemi marksistë. Bazament i ekuilibrit moral dhe identitetit shqiptar. Këtu. Enver Hoxha është një jeniçer i stalinizmit. Pranimi i partive të tjera do të thotë dorëzosh çelësat pushtetit popullor. Nexhmia Hoxha. Pjesë e setit të agjenturës. Nexhmia Hoxha është panterë zezë. Zonjusha me flokë të thinjura. Baballarët e tyre nuk i vram sot. I kemi vrarë gjatë 40 vjetëve që i kanë shkuar, 45 vjetëve. Edhe unë propozoj të arrestoj. Po mirë, Po si bukurisht? dakord, po si? Lutem. Partia ime më arreston? Po partia tënde të arreston se kemë faj.